Marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, e arritur në shkurt të vitit 2023 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, përfaqëson një hap pozitiv drejt normalizimit mes dy vendeve, të cilat duhet të synojnë përparim të shpejtë në zbatimin e aneksit të kësaj marrëveshje. Kështu thuhet në aktin për autorizimin e mbrojtjes kombëtare që u miratua nga dy dhomat e Kongresit Amerikan dhe u nënshkrua në ligj nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump më 18 dhjetor. Pasi të arrihet përparimi mjaftueshëm, SBA-ja duhet të shqyrtojë iniciativa për forcimin e marrëdhënieve bilaterale me të dyja vendet, thuhet në tekst, duke shtuar se kjo përfshin dialogun strategjik dypalësh dhe nisma konkrete për thellimin e lidhjeve ekonomike dhe investimeve. Sipas aktit, SBA-ja duhet të vazhdojë mbështetjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, e bazuar në njohjen e ndërsjellët, duke mos mbështetur shkëmbime territoresh, ndarja apo ndryshime të tjera të kufijve sipas linjave etnike në Ballkanin Perëndimor, për zgjidhjen e konflikteve dhe duhet të mbështesë demokracitë pluraliste në rajon si një mjet për të parandaluar rikthimin e konflikteve etnike. Kjo marrëveshje prej 11 nenesh, që njihet edhe si marrëveshja e Ohrit ndër të tjerash, parasheh një nivel të vetë menaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore që Serbia të mos bllokojë anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që t'i zbatojnë dhe të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut.